Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Çfarë do të ndodh për pak orë në jetën tuaj? Pra, fokusoni në këtë moment energjinë tuaj te kjo video dhe dëgjoni se çfarë do të ndodh për pak orë në jetën tuaj. Pak orë në jetën tuaj. Perëndesha e bukurisë. Dhjeta e monedhave më tregon që një person do të vi drejt kësaj bukureshe të perëndeshën e bukurisë me këtë lajm që ka një fuqi dhe një komandë. Ky lajm është një lajm që do të sjellë për disa orë ky ushtar i monedhave. Është një lajm i sigurt, por do pak kohë pra që të realizohet. Sepse në këtë moment ky ushtar është pak me mendime pak i stresuar, pak me mendime negative. Por ky princ i kupës më tregon që shumë shpejt mbretëresha e kupës do të marrë në prërin e saj një lajm shumë fantastik. Një lajm që do ta gëzojë jashtëmase nga ky princ i kupave dhe me këto probleme që kanë pasur, ky princ do të sjellë në prërin e kësaj mbretëreshës së kupave, që është temër shumë e pastër nga ana shpirtërore, këtë lajm fantastik që do t'i ndryshojë dhe transformojë jetën këtyre dy personave të dashuruar. Në këto momente, pra për disa orë, do të ndodhë ky lajm i mirë në jetën tuaj. Me kë mund të rezonojë kjo histori e bukur, ky lajm i rëndësishëm që do vi tek ju. Me luanin, me peshqit, me birgjëreshën, me akrepin, demin dhe peshoren. Kurse në shenjat në gërmat e alfabetit mund të rezonoj me gërmën D, gërmën I, Q, S, M, Një, G, F, G dhe gërmën L. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.